Shërbime dentare për fëmijët përfshin parandalim, trajtim dhe edukim dhe ofrohen për të gjitha grup moshat, përfshirë edhe zonat e thella përmes ekipeve mobile. Stomatologja Mehtap Baleza Dikena theksoi se është në procesin e specializimit me fokus në kontrolle të rregullta dhe ruajtjen e shëndetit oral. Unë që Mehtap Baleza Dikena e diplomuar në vitin 2006 në Ankara, në Universitetin e Ankaras në Turqi. Jam e punësuar në shtëpinë e shëndetit të Tetovës. Aktualisht jam në proces të specializimit në Universitetin Shën Kiril dhe Metodi në Shkup. Praktika jonë klinike në klinikën e Shkupit dhe avancimi akademik më japin mundësi që të kem një qasje më bashkëkohore në problemet në lidhje kryesisht me parandalimin dhe shëndetin oral të fëmijëve. Roli im profesional lidhet me shëndetin oral të fëmijëve, por njëkohësisht edhe ndikimin e saj në shëndetin e përgjithshëm, për arsye se shëndeti oral ndikon në zhvillimin fiziologjik, emocional dhe psikofizik të fëmijës, sepse pedodontia nuk merret vetëm me trajtimin e dhëmbit, merret me edukimin shëndetësor të fëmijës, parandalimin e sëmundjeve dhe krijimin e një dialogu të shëndetshëm mes fëmijës dhe stomatologut. Atëherë në zonat e thella malore ku qasja në shërbime shëndetësore është e vështirë, si realizohen këto shërbime? Vërtet, në këto zona, domethënë transporti është më i vështirë, ato janë më të kufizuar që t'i arrijnë shërbimet shëndetësore. Në këto raste ne kemi gjetë një zgjedhje, ne vetë shkojmë si ekipe profesionale në hapësirat e shkollës, i bëjmë të njëjtat kontrolla që i bëjmë këtu. Kjo është shumë e rëndësishme sepse parandalimi nuk duhet të jetë privilegj, duhet të jetë e barabartë për të gjithë fëmijët që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Kontrollet përfshin ekzaminimin e dhëmbëve, mishrave të dhëmbëve dhe kafshimit, si dhe vlerësimin e higjienës orale. Problemet më të shpeshta te fëmijët mbeten kariesi dentar dhe çrregullimet ortodontike. Kontrollet realizohen për secilin fëmijë individualisht. Ne vlerësojmë praninë e kariesit, vlerësojmë gjendjen e mishit të dhëmbit, vlerësojmë praninë e pllakut dentar. Vlerësojmë radhitjen e dhëmbëve në nofull, raportin mes dy nofullave dhe të gjithë këto të dhëna ne i regjistrojmë në kartone të standardizuara që janë në përputhje me standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Këto të dhëna na ndihmojnë dhe këto kontrolle çdovjeçare na ndihmojnë që ta monitorizojmë ne situatën për secilin pacient dhe progresin e shëndetit, ose në të kundërtën nëse ka neglizhencë nga ana e pacientit, e njoftojmë prindin ose personelin arsimor që këto dhëmbë duhet të rregullohen ose ky çrregullim duhet të merren maza, të shkojë te mjeku am që të merren mazat e duhura. Më i shpeshti është kariesi. Do me thënë që vlen të përmendet, tjerat janë inflamacionet gingiuale, problemet ortodontike, por më i shpeshti është kariesi. Kariesi është një sëmundje infektive e shkaktuar nga bakteret që prodhojnë acide dhe dëmtojnë strukturën e dhëmbit. Detektimi i hershëm është thelbësor pasi parandalon komplikime serioze si dhimbje, infeksione dhe humbje të dhëmbëve, theksoi stomatologja Mehtap Baleza Dikena. Pamjen shkencore, kariesi është një sëmundje multifaktoriale, kronike dhe infektive. Ajo paraqitet si interakcion në mes mikroorganizmave, sipërfaqes së dhëmbit dhe pranisë së karbohidrateve. Do me thënë, mekanizmi funksionon kështu. Ne ato mikroorganizma i kemi në gojë. Kur ham sheqerna, mikroorganizmat i metabolizojnë ato sheqerna dhe prodhojnë acide organike, të cilat fillojnë ta zbërthejnë sipërfaqen e dhëmbit dhe bëhet demineralizimi dhe kështu fillon procesi karios. Detektimi i hershëm i kariesit është shumë i rëndësishëm, sepse një karies sapo i filluar, nëse trajtohet, struktura më e madhe e dhëmbit mbrohet. Nëse nuk e trajtojmë, kariesi thellohet, atëherë infeksioni shkon në dentin, në nerv dhe më pas bën infeksione kronike, fokuse të infeksionit kronik në organizëm, e cila ndikon edhe në shëndetin e përgjithshëm.
Te fëmijët kjo shfaqje është pak më serioze për arsye se nëse kariesi nuk detektohet herët, vjen deri te humbja e dhëmbit të qumshtit. Nëse humbet dhëmbi i qumshtit, atëherë e humbim edhe atë hapësirën ku duhet të del dhëmbi i përhershëm dhe paraqiten probleme ortodontike. Fëmija ka probleme në të folur, në ushqim, në qoftë se kariesi është shumë prezent. Po, kam has në studimi më i fundi që është bërë në vitin 2019 flet se ka raporte në Republikan se moshat 2 deri 5 vjeçare janë të prekur nga kariesi 23%. Kjo i bie çdo një fëmijë nga 5 fëmijë është i prekur nga kariesi. Kurse në moshat prej 6 deri 8 vjeçare kjo përqindje rritet në 52%. Ka studime edhe për moshat 12 vjeçare ku janë përdorur disa indekse, domethënë sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, niveli i lartë është 2.6, pranohet si niveli i rrezikut. Në Maqedoni ky nivel për 12 vjeçarët në vitin 2019 ka dalë si 2.4, gjë që kjo tregon se ne ende duhet të punojmë në këtë fushë që kariesi ende është rrezik për shëndetin e fëmijëve. Mirë, po nëse e krahasoj me periudat më të hershme, prej 2019-s, raportet tregojnë se më herët kjo vlerë ka qenë 6.9. Dhe ne vim në përfundim se krejt kjo angazhim i shtëpive të shëndetit në bashkëpunim me shkollat fillore, neve na ka sjellë si rezultat shumë të mirë në luftën kundër kariesit, domethënë përqindja ka rënë shumë. Masat parandaluese përfshin kontrolle të rregullta, aplikim fluoridi, mbyllje të brazave dentare dhe këshillim për higienë orale. Mënyra e të ushqyerit luan rol të rëndësishëm, veçanërisht konsumi i tepërt i sheqerit dhe pijeve të gazuara. Masa parandaluese e parë dhe e rëndësishme është edukimi shëndetësor, domethënë ne ja sqarojmë fëmijës detajisht se si lahen dhëmbët në mënyrë të rregullt, cilat brusha duhet t'i përdorin dhe sa herë në ditë duhet t'i lajnë dhëmbët. Ja sqarojmë se duhet të përdorin edhe fije dentare. E thirrim edhe prindin edhe e këshillojmë që deri në moshën 9 vjeçare duhet fëmia të shoqërohet gjatë pastrimit të dhëmbëve, se fëmia nuk është i sigurt se ai ka la të gjithë sipërfaqet ajo. Deri në 9 vjet fëmia duhet prindi ta shoqërojë, edhe pamirë se kjo bile për ditë ta shoqëroje 2 herë në ditë së paku t'i lajnë dhëmbët bashkë që të jetë rol model për fëmin. E dyta është këto kontrollit sistematike çdo vjeçare që i bëjmë, është një masë parandaluese, detektimet, të dhënat regjistrohen. E treta, edhe kjo është shumë e rëndësishme, është mbulimi i fisurave të dhëmbëve të përhershëm. Fisurat janë në sipërfaqen përtypëse të dhëmbit, janë thellime anatomike që janë të nevojshme për një përtypje më të mirë po nga ana tjetër janë zona ku dhëmbi më shumë preket nga kariesi për shkak të thellimeve. Ne për ta parandalu këtë me materiale përkatëse këto thellime i mbulojmë. Këto materiale përveç që krijojnë një barierë fizike kundër kariesit, që mos preket dhëmbi, këto njëkohësisht edhe në mënyrë pasive lishojnë florë në substancën e dhëmbit, e cila e përforcon dhëmbin nga brenda. Dhe në qoftë se në nivel mikroskopik ka fillu do një demineralizim që ne nuk mund ta shohim me sy, ai florë e rikthen situatën, bën mineralizim, e përforcon dhëmbin e ushqyerit. Ne preferojmë dhe i njoftojmë pacientët brenda masave parandaluese mënyrën e ushqyerjes. Domethënë produktet e qumshtit, qumshti, kosi, për arsye se kanë kalcium dhe fosfat, këto e përforcojnë dhëmbin dhe e uvlin nivelin acidik në pushtym. Ushqime që kanë florë, për shembull peshku, spinaqi, veza, i preferojmë të hanë ato, pemë të freskëta për arsye se ato me përtypjen e pemëve të freskëta bëhet një farë pastrimi fizik në sipërfaqet e dhëmbit, plus pështyma sekretohet 12 herë më shumë gjatë këtij. Domethënë edhe pastrim fizik edhe prej pështymës, domethënë pastrohen dhëmbët nëse hahen ato frutat e freskëta.
ujë të pinë më shpesh, dhe me thënë ato ushqimet që rrezikojnë shfaqjen e kariesit, sheqer, nat, çokoladat, ato i këshillojnë pacientët që të rinë larg. Karbohidratet e përpunuara si buka e bardhë, ato shumë shpejt brenda gojës shndrohen në sheqer. Këto, dhe me thënë, nuk është edhe e rëndësishme se sa hanë mirë, po sa shpesh, dhe me thënë, ne zakonisht preferojmë që pas vaktit kryesor të hanë një ëmbëlsirë, jo shumë shpesh brenda orarit të ditës. Parandalimi ndihmon edhe në shmangjen e problemeve ortodontike, theksoi stomatologja Mehtap Baleza Dikena. Parandalimi ne që e bëjmë, dhe me thënë, i detektojmë problemet ortodontike që në fazat fillestare, është shumë i rëndësishëm, sepse këto probleme shumë ma lehtë mund të trajtohen, para se të bëhen probleme anomali të rënda, për arsye se në këto faza zhvillimi dhe rritja e fëmijës është shumë aktive. Edhe ne duke njoftuar ortodontin se kemi të bëjmë me një problem ortodontik, ortodonti vet e shfrytëzon këtë aktivitetin e rritjes dhe zhvillimit duke e bashku me fuqinë e trajtimit të vet dhe i jep kahje kësaj zhvillimi dhe rritjeje, dhe kështu fiton rezultate për një kohë më të shkurtë dhe më efektiv. Për arsye se kur kalon më tepër mosha, situata vështirësohet, trajtimi zgjatet edhe është shumë më e kështueshme. Ndërsa frika e fëmijëve nga dentisti menaxhohet përmes komunikimit të qetë dhe krijimit të një ambienti miqësor. Frika zakonisht po vjen nga një përvojë negative e mëhershme ose diçka çfarë ka dëgjuar prej prindërit, injekcion, dhimbje. Do të thënë ne i këshillojmë prindërit që të jenë të qetë një herë, se fëmia zakonisht shikon në fytyrën e prindërit kur vjen, të jenë të qetë, të reflektojnë qetësi. Nga ana tjetër, ne për ta menaxhuar situatën, krijojmë një dialog të qetë, empatik, disa herë tregojmë disa tregime për qesh, dhe më e rëndësishmja është se marrim leje prej fëmijës. Unë tani do ta bëj këtë, a më lejon, dhe me thënë, formojmë një dialog të shëndosh, fëmia kur ndjen se është i respektuar dhe i përfshyer në proces, atëherë e lirohet dhe ne bëjmë një bashkëpunim më të mirë. Dhe kjo vizitë dentare nuk shndrohet në kërcënim, po është më shumë si kënaqësi për fëmijën. Nuk do të jetë mak për fëmijën, do të jetë një kënaqësi. Mesazhi përfundimtar është se kontrollet e rregullta dhe kujdesi i hershëm janë çelësi për shëndet oral dhe afagjat. Mesazhi im është se të investosh në shëndetin e oral të fëmijës nuk është veç se do të përfitosh dëm të shëndetshëm, do të përfitosh një shëndet të përgjithshëm më të mirë, një cilësi më të mirë të jetesës, vetdia do të rritet, dhe me thënë është e rëndësishme kjo. Duhet të them prindërve që patjetër të marrin pjesë në këto kontrollat sistematike që i bëjmë ne, nëse atë ditë nuk ka qenë prezent, ka pas ndonjë pengesë private ose arsye shëndetësore fëmia, mund të vijë pas 2-3 ditëve se ne jemi këtu. Dhe me thënë mos i kalojnë këto, t'i lajnë dhëmbët rregullisht së paku 2 herë në ditë, të kenë kujdes për higjienë, to shiqimet sistematike, edhe çdo 6 muaj te mjeku anë stomatolog të shkojnë pa pasur dhimbje, dhe me thënë. Se ma kur fillon dhimbja dhe po jep alarm më se. Kujdesi i hershëm, kontrollet e rregullta dhe parandalimi mbeten faktorët kyç për ruajtjen e shëndetit oral te fëmijët.